Më falë për kohën që po të marrë, nuk ka asë dhe problemi se për këtë punë jemi këtu. Desha një ndihmë thot në lidhje me kreditin, burri im dëshiron të marrë kredi për të blerë shtëpi dhe unë i kam treguar me qetësinë më të madhe se është haram. Mirë po ai mi fjalë ka për qëllim, insiston dhe nuk më dëgjon. Ti këshilloje, kaq. Mbaron detyra jote si bashkëshorte me këshillën. Mbaron detyra jote si bashkëshorte me këshillën. Pra në momentin që ti thua burr, s'do të më marr kredi sa është haram. I hapim luftë Zotit. Nëse i hapim luftë dot komshiut, se na hyn dajak, na i shi kockat, komshiu, na i shi kockat. E jo më hap luftë Zotit botrave. Po burri do më e bë atë punë, ti e ke marru detyrën tate tek Zoti. Pra i ke thonë zbon, i ke thonë është haram, i ke thonë o burr mos se i kemi shpall luftë Zotit. Në shtetit si shpallim do të luftë, jo më Allahun, Zotit botrave. Do më vazhdu kapsolli, avdalli, le të vazhdoj, ti je në rregull me Zotin, e ke këshillu, je në rregull. Do e më vazhdu. Zoti